Me një mesazh për ujorin po fillojmë vitin 2026 për ju të dashur ujorë. Është perëndori që përfaqëson strukturë, autoritet, stabilitet, leadership, mbrojtje. Stabiliteti brendshëm dhe jashtëm, leadershipi mençur, jo autoritar, por shërbyes, mbrojtje, bollok, strukturë që të çon përpara, mençuri nga përvoja. Mesazhi për ju të dashur kultivo stabilitetin dhe leadershipin e mençur për të avancuar, të dashur jor. Bizoni këtu sugjeron forcë natyrore dhe bollëk. Gjyshi apo perëndori në këtë rast është kujdestari i historisë, the storyteller, apo treguesi i aventurave. Dëgjoj urtësinë e brendshme ose edhe nga figura mentorësh. Ujori është një shenjë inovatore, humanitare, pavarur dhe vizionare. Tradicionalisht perëndori lidhet me dashin, por në kontekst modern, të them, ka rezonancë të fortë me ujorin për shkak të aspektit të Saturnit të dashur. Kjo është për ty është një letër shumë pozitive, ku konfirmon me një farë mënyre autoritetin, fuqinë tënde për të ndërtuar struktura të reja. Për shembull projekte grupore, ide humanitare me mençuri dhe përgjegjësi. Të fton të përdorësh autoritetin tënd natyror, jo për kontroll personal, po për të mbrojtur dhe udhëhequr të tjerët drejt një ardhmje më të mirë. Tipar klasik ujori. Në përgjithësi kjo letër është goxha e fuqishme e afirmimit, ti ke urtësinë dhe forcën të dashur jor për të krijuar rend të qëndrueshëm në kaosin e botës, duke shërbyer si udhërfyes për komunitetin apo për veten e juaj të dashur ujor.